Në televizion, jo çdo gjë është më aq shkëlqim sa duket. Shpesh, pas fytyrave të qeshura në ekran, kam lev dhe përplasje me kolegët, por që kurse si, nuk duhet të kuptohen nga publiku. Edhe kur dy persona në panel i qeshin njëri tjetrit, kjo nuk do të thosë se janë miq ose se nuk kanë hatërmbetje. Opinionisti i njohur Arjan Konomi ka rrëfyer për herë të parë arsyen e largimit nga televizioni, ku për vite me radhë ka qenë në rolin e opinionistit. Intervistën ai preferoi ta japi te Arbana Osmani, një ish punonjëse e të njëjtit televizion. Largimi i Konomit nga televizioni daton rreth 2 vite më parë dhe shkak është bërë vetëm një koment i Arjan Konomit. Ai tha: "Unë u largova nga topi për një koment që bëra në lidhje me opinionistët e Big Brother. Më morën drejtuesit dhe më thanë, hiqe komentin. Unë i thash, e kam postuar dhe nuk e heq, dhe në fakt, ashtu veprova, nuk e hoqa. Më dha një pezullim dhe më thanë, nëse nuk e heq, do të largohesh ti nga ky televizion. Okej, thash, do të largohem unë, por postimin ta dini që nuk do ta heq, dhe postimin në fakt unë nuk e hoqa." Por, çfarë kishte shkruar Arjani te ky postim? Ai kishte folur për 2 opinionistët e Big Brother VIP, që sipas tij kishin një nivel të dobët. Në atë postim shkruhej: "Teksa i dëgjoja, mu duk sikur po shikoja njerëz të rëndomt, mediokër që diskutojnë në një lokal periferie dhe japin e marrin, thonë e stërthon, e kthejnë e debatojnë në mënyrën më vulgare të një spektakli. Mediokriteti vret më shumë se ignoranca." Ka mjaftuar kokëforsia e Konomit për të mos a hequr postimin që opinionisti të hiqet menjëherë nga puna.